problemi kryesor ndodh sepse na kemi pasur një sklerozë të asaj të çfarë sistemi ekonomik përfaqësojmë, sepse në një anë ne dëshirojmë ta fuqizojmë se ekonominë e lirë tregut, ku realisht ballafaqimi ndërmjet ofertës dhe kërkesës e përcakton çmimin, ku konsumatori është mbreti i tregut dhe ku është tregu që determinon kohën e zhvillimit ekonomik, dhe në anën tjetër ne nuk kemi bërë asgjë në këtë drejtim. Fatkeqësisht ne jemi orientuar në fuqizimin e sektorit publik, nuk kemi bërë politika aktive të tregut të punës dhe politika aktive të ekonomisë, të cilat do të ndikonin drejt për së drejti në zhvillimin ekonomik. Nuk kemi arritur që si pasojë e mos implementimit të këtyre politikave që të arrisim prodhimin vendas, dhe si pasojë e kësaj jemi detyruar që së bashku me çmimin e importit t'i paguajmë edhe çmimet e kostot dhe çmimet e tjera, dhe në fund na del që produkti që importohet nga një shtet tjetër del në pjesën më të madhe të rasteve realisht me çmime shumë më të larta sepse atje, sepse praktikisht pamundësia e mbulimit të nevojave dhe kërkesave të tregut të brendshëm dhe varësia, shtoja këtu varësinë e madhe nga dogana, dhe këtu po flasim për produktet që importojmë, kjo tregon që praktikisht kur të vijë ai produkt që të shitet te konsumatori detyrohet që t'i paguajë kostot e faturave të gjitha këtyre, dhe praktikisht kjo na bën që ne në pjesën më të madhe të paguajmë çmime më të shtrenjta sese në vende tjera, dhe realisht këto 25 vite, tash 26 vite, praktikisht nuk është bërë asgjë në këtë drejtim, dhe prapë po e themi, kemi pas një humbje të kujtesës të asaj çka përfaqësojmë dhe asaj se çfarë jemi orientuar të zhvillojmë në aspektin ekonomik.